Lideri LSDM-s Venko Filipçe ka konfirmuar sot se ka pasur një takim me liderin e BDI-s Ali Ahmeti. Ai tha se me Ahmetin biseduan për veçeverisjen lokale në Gostivar, ku në zgjedhjet e përsëritura lokale kanë mbështetur kandidatin e Aleancës Kombëtare për Integrim. Filipçe tha se mbështetja e LSDM-s i solli fitore kandidatit të AKI-s, megjithatë ai mohoi se ka ndonjë koalicion me BDI-n. Ne jam me koalicion. Ne nuk kemi koalicion. Pas atij takimi u zhvillua takimi i liderëve. Unë thash në disa raste se më vjen keq që partitë që shkuan atje legjitimuan një pushtet të tillë të zhytur thellë në korrupsion, të cilët e mbajnë vendin në izolim dhe në një farë mënyre në errësirë mediatike, fal fushatave me lajme të rreme që i bëjnë përmes mediave të tyre. Mendoj se asnjë parti politike nuk duhet të jep mbështetje një pushteti të tillë, sepse me këtë pushtet koalicionin e tendereve të DPMN-s dhe Znamit Maqedonia nuk ka ardhmëri. Ai më tej shtoi se Mickoski me politikat e tij të deritanishme ka treguar se e ka bllokuar plotësisht të ardhmën evropiane të vendit. Ata patën mundësi 12 ligje që duhej të miratoheshin në vitin 2025, vetëm një u miratua në fund të vitit dhe u miratua pjesërisht pa të gjitha rekomandimet e Bashkimit Evropian, gjë që është provë se ata thjesht duan të bëjnë diçka, një reformë të mundshme, sikur të thonë se po punohet për diçka nga agjenda e përkohshme, por jo ta reformojnë vërtet atë, veçanërisht këtë pjesë, në pjesën e gjyqësorit, ku qytetarët me të vërtet presin të ndodhë diçka reale pozitive. Kujtojmë se më 14 janar Mickoski mbajti një takim me liderët politik në vend. Ftesës nuk ju përgjigj Filipçe, duke e quajtur qeverinë aktuale qeveri kriminalesh.